Zajmina Vasjari dhe Ilgit Doda janë gati për të publikuar bashkëpunimin e tyre në këngën Blackout. Pritet që ky klip të bëjë shumë njerëz me zemër dhe kjo nuk do të jetë çudi pasi nga Zajmina janë të pritshme skenat sensuale o artistike. Klipi lançohet sot në orën 9. Bëuni gati. Këngëtarja simpatike Vesa Luma ka postuar këtë foto që shihni në Instagramin e saj, në të cilën ka qenë shumë kohë përpara se të bëhej ajo që të gjithë e njohim sot. Bukuroshja është duke rënë flautit dhe në këtë mënyrë na bëri të gjithëve me dije se artist lind nuk bësh dot me zor. Kjo është fotoja që këngëtarja Era Strefi postoi së bashku me mbesën e saj Rene. Në këtë foto ka shumë dashuri dhe mund të themi se është hera e parë që e shohim Erën në këtë lloj pozicioni pasi zakonisht jemi mësuar ta shohim me njërin vetë lart dhe buzën të impostuar në formë sensuale. Bebushja duket shumë e bukur dhe thonë se i ngjan babi Robertit. Presim të shohim sa të rritet. Kjo është fotoja që Lori postoi në Instagramin e saj personal dhe mund të themi me plot gojën se bukuroshja ka një nuhatje të madhe artistike kur vjen puna tek efektet dhe ndriçimi i fotove. Rroba banjot që ajo ka veshur janë DNG dhe lehtësisht mund të dalloni se janë të njëjtat që Armina Mevlani ka veshur në setin e fundit fotografik të realizuar nga Endrit Mërtiri. Çfarë do të thotë Lori me këtë? Që asaj rin më bukur se sa Arminës? Se dim, shohim.